është 1000 në qoftë se je bërtham me pastër moralisht. Dhe bërtham të pastër moralisht. Të preket dërgjegja qytetare, njerëzit të dërgjegja qytetare nuk preket me figura. Po them atë që më thotë ti. Jo, mo ti po më kundërshton që po them kur të mblidhet sipas një kod. Po pse para me kemi etiko moral që këto figura politike. Po ndjen që po vjedhen dalin. Lutem. Këto figura politike që do e drejtojnë opozitarizmin, se opozitarizmi do e egzistoj. Opozitarizmi është gjende, më nuk është fakti se du mund e në ke ledje e beri, është gjende më që e kundërshton diçka, kjo quhet opozitë, është e kundër, asaj çfarë sheh. Dhe të përfaqësojnë elitat janë, këtu problemi në Shqipëri janë elitat. Nuk kanë vlla moralin, jo se du ta them nuk e kanë moralin në sensin e asaj që tjetë pjesa më e mirë e elitave, se njerëz në elita ka sa dushë e kanë, individual. Kur të arrin këto të bashkohen, të kërkojnë një bërtham, të bëhen një grup i madh njerëzish, që të themi, ne jemi të qartë, ne jemi kundra gjithë këtij sistemi politik që e degradoi sollin, dhe jemi kundra kësaj çfarë po ndodh duke e dhënë me argumenta. Atëherë mund ndodh ndryshimi. Po së ndodhi kjo nuk ka. Dhe shanset 2026 janë shumë të vogla. Edhe zgjedhjet tjera janë shumë të vogla. Pse janë shumë të vogla? Sepse pikërisht duke pas një të kaluar 30 vjeçare, një pjesë e mirë e njerëzve janë kap, një pjesë e mirë shantazhohen, një pjesë e mirë degradohen, e tjerë dhe nuk e lejon pikërisht ky sistem, ku përfshihet edhe Rama edhe Berisha, nuk e lejojnë rritjen potenciale të kësaj shtrese elitare për të qenë përfaqësuese opozitarizmit. E qartë. Zoti Kara, duhet vazhdojnë për të stoj opozita, apo ja? Pëta më bëm pyetjen kështu vetëm cënguar. Unë kam një plan pak më të gjerë. E para në këndvështrimin tim, unë nuk mendoj se duhet drejtohemi me pyetjen duhet vazhdoj për të stoj opozita. Po, duke marrë shkas nga rezultatet e 13 viteve, flasim. Po tani, më letë... Ose çfarë duhet bëj, pa? Unë jam themelues i kësaj opoziti që është sot. Edhe nuk jam tani me asnjë parti prej vitit 92, domethënë. Pra, unë po të e shoh qartë, domethënë. Siç kam folë me shembullin tim, kur ka qenë puna për bërë disa gjëra praktik, jo duke lomotitur, kam filluar të riflas, që kam folur dhe në të dyshin, pasi kam bërë disa veprime. Aty kam marrë dete morale, po dhe për të treguar që si kam bërë, nga cili kanë vështrim. Unë mendoj që janë 3 pika kryesore për ndryshuar gjendjen. Po, janë? Se nuk kanë arë nga qielli këto kuçetrat që janë në pushtet, edhe s'po jeqim dot ne tani, ne pa aftë, të aftët shumë. Dhe jam 100% me çfarë tha Goni, me të gjithë ato që tha. Unë mund t'i them me mënyrën time, ai me mënyrën e tij, po jam 100% me atë që tha në paragrafin e dytë, në të folur në dytë ti. Këta thonë, s'ka më të mirë se ne, nuk lozim me termat, nuk je më të mirë, s'ka më të mirë se ne. Ti gjithë në të moment janë më të mirë se ata. Ata ka rënë nga pushteti. Kur bie moralisht, do biesh edhe mënyrë administrative. Tani këtu ne duhet i bëjmë thirrje, siç kam bërë thirrje vetes. Kam qenë midis 1001 sharjeve. Disa më bëni patronazhist, disa ramis, disa sadi, ku dëgjon? Unë kam gjetë forcën edhe motivin edhe tek bujtja ime. E kam gjetë si besimtar. Po mendoj që jam sa jam besimtar, jam dhe shqiptar, jam dhe njeri. Jam si qenë humane. Dhe prandaj respektoj gjithë njerëzit nga këto parime. Në mos e kam vllajin tim fe, e kam në etni, po e kam edhe si qenë humane. Është një dhe krijesë me mua. Dhe unë nuk kam dëshirë ti hy kërkujt nak. Pas nuk lejoj. Pra ky popull do të ri gjunjëzuar ky. Siç kam gjetur motivimin tek bujtjet e mia. Si ta gjenë qytetarët e tjerë, pra të motivohen? Po ta gjenë, nuk na mungojnë argumentet. Kanë ardhur gjitha se jemi edhe në një ditë feste fetare. Nuk na mungojnë argumentet. Unë mund të lexoj edhe lutjen që i bëj unë Zotit për më dhënë fuqi e qartësi. Që mos i bëj padrejti as vetes, po as tjerëve. As të afërmit tim, po as më të largëtit. Tani qytetarët po i bëjt padrejti nga pushteti, apo qytetarët të bëjnë padrejti vetes që dalin protestë? Tani, më mleta të sjeroj, se unë kam mendimin kokë, nuk jam me fjalit shputura. Qytetarët duhet ta dinë mirë, se duke mos qenë qeverisur mbas ligjeve, ata janë të sunduar. Dhe duke qenë sunduar,
janë të nështruar dhe janë të poshtëruar. Dhe këtu nuk bëhet fjalë që ne do bëjmë një rotacion politik. A ka një, duke vlerësuar me syrin e një llogaritari, a ka vlerë dhe kjo